Mufila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamat tona pejgamberit të dashur, dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e sunetit të këtij pejgamberi deri në ditën e fundit. Do të vazhdojmë me lejen e Allahut dhe xhelal çdo javë kështu, sa të na jepet mundësia, të bëjmë disa shkoçitje nga ajetet kuranore. Do të përzgjedhim me lejen e Zotit një ajet e pastaj të flasim rreth tematikës, porosis dhe mësimin të cilin e jep ky ajet kuranor. Sot me lejen e Zotit flasim rreth ajetit ku Allahu Dhul Jalal thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Thot Allahu Dhul Jalal, dhe kjo është rruga ime e drejtë, ndiqeni atë dhe mos ndjekni asnjë rrugicë tjetër që të ndaheni pastaj nga rruga e drejtë. Kjo është ajo me çfarë porositeni në mënyrë që të jeni të devotshëm. Dy porosi, dy komponente të këtij ajeti kuranor, shumë thjeshta dhe shumë direkte. E para, të ndiqet rruga e Zotit, e dyta, të mos ndiqen në rrugicat tjera, variantet dhe opsionet tjera, përveç rrugës së Allahut Dhul Jalal. Zatën, që nga tauhidi, që nga besimi në Zot, e deri te praktikimi i zbatimi i fesë Allahut Dhul Jalal, çdo herë njeriu është i detyruar në një ta ndjekë rrugën e Zotit dhe në dy të largohet prej devijimeve, prej rrugëve të cilat çojnë në humbje edhe në skëter. E kështu realizohet besimi jonë në Zotin e Madhërisht. Edhe tauhidi nuk mund të realizohet përmes këtyre dy rrugëve. Një, duke zbatuar urdhën e Zotit, edhe dy, duke larguar nga dalesat e Allahut Dhul Jalal. Edhe domethënë nocioni i devotshëm, devotshmëri, edhe nocioni të jesh adhurues i Allahut Dhul Jalal, ta realizosh me të vërtetë dhe në mënyrën e duhur termin ibadet, nuk mundet pa këto dy pika, pa këto dy komponente. E para është me çunë vend urdhën e Zotit, edhe e dyta mu largu nga ndalesat e Allahut Dhul Jalal. Njëna patjetër nuk bën. Sikur që të themi se unë do të adhuroj Allahun Dhul Jalal dhe nuk do të lë asnjë nga farzat e tij. Mirë po, te ndalesat ndoshta nuk jam edhe aq i përpikt. Nuk është kompletuar, saqë mund të edhe bilet privat për shumë gjërave, sikur që janë të përcaktuar ata krejtësisht një temë tjetër, se prej çfarë privat njeriu. Edhe tjetra, thot njeriu, unë nuk i bëj keq kërkujt, unë zullum nuk bëj, nuk gënjej, nuk mashtroj, nuk vraj njeri e kështu me radhë. Edhe kur i thon pse nuk falesh, po kur gjatë keqe thotë se jam të bën. Nuk ka realizuar, nuk është musliman një mend, nuk është tamam sikur që lypet dhe sikur që kërkohet, përderisa nuk e realizon edhe të parën edhe të dytën. Ka shumë sebepe pse njerëzit, domethënë, bien në gabime, pse njerëzit nuk e adhurojnë Allahun, pse njerëzit bëjnë gjunahe, ka shumë shkaqe. Edhe një prej shkaqeve kemi përmendur herë kaluar që është thelbësorja, është sinqeriteti në Allahun Dhul Jalal. E padyshim se nuk është e vetmja, mund të jetë thelbësore, po kemi përmendur se ka edhe gjëra sekondare, edhe të treta dhe të katërta me radhë. Prej gjërave çka e shtyn njeriu që të bën gjunahe dhe të mos jetë i përpikt ndaj Allahut Dhul Jalal, padyshim që ka shumë. Mi po janë disa çka janë më theksuara. E para janë dyshimet që e kaplojnë njeriu edhe prej tyre muslimanin e devotshëm. E këto dyshime dhe këto sebepe që shtyn njeriu me ballë gjunahe, padyshim që neve na duhen. Sidomos për grupin që pretendojmë se jemi thirrës në rrugën e Allahut Dhul Jalal, të njohim, domethënë arsyet, sebepet, pse ka ardhur shoqëria deri në këtë pikë. Çka janë ato motivet, çka janë shtytëset, pse vjen deri këtë degradim e kështu me radhë. E para është dyshimi se nuk shpëton njeri pa bërë gjuna. Dhe kjo është realitet. Dhe detyrimisht kur e kupton këtë realitet, thot, atëherë çka vlen
Dhe ku është poenta asaj që njeriu ftohet mos bën gjuna, në kohë që na e dim se s'ka njeri që s'bën gjuna. Kur vetë e dim se Allahu Dhu Xhelal ka përcaktuar se sikur njerëzit mos bënin gjunahe, do të sillte njerëz tjerë që do të bëjnë gjunahe dhe të falë Allahu Dhu Xhelal, të bëjnë toba ata. Atëherë gati se i hin dyshimi dhe e hap derën edhe guximin e merr që të bën gjunahe para se thotë unë detyrimisht jam i detyruar për atë. Nuk mund me ik. Dhe e merr shumë me lehtësi. Duke haru krejt që gjunahin që ndërmer njeriu, shumë ka dallim çfarë lloj gjunaje është, çfarë mëkati është. Mëkate janë të gjitha, duke nis nga ajo që shirku është mëkat, mëkati më i madh, pastaj kufri, pastaj mëkatet e mëdha, pastaj mëkatet e vogla e të tjera të tjera. Nuk mund të njeriu çast thjesht të normalizojë gjitha mëkatet me këtë pretekst se jemi gjunaçar. Ne e dim. Dhe i pari njerëzimit, Ademi alayhis salam bëri gjuna. Mi për çfarë lloj gjuna ishte ai? Dhe si reagoi për gjunahin e tij? Ku janë ajetet dhe hadithet që në formë shumë direkte kërcënojnë, tërheqin vërejtje, përmendin dënime për ata që bëjnë mëkate, atë ku është kjo? Dhe më thonë, nuk duhet me mashtru njeriu vetën se jemi detyrimisht gjunaçar edhe kështu. Gjunaja do të ndodhe, pa marrë parasysh sa do të mundohet njeriu, sepse nuk jemi perfekt. Si jemi as melek, nuk jemi as pejgamber. Çdo dikush tjetër, përveç këtyre dy kategorive, bëjnë gjunaje. Dhe gjunahet janë, domethënë, natyrshmëri e njeriu, ama jo e qëllimshme dhe jo çfarë do gjunaje. Domethënë, nuk i takon besimtarit me bot gjunaje çfarë do lloj gjunaje. Nëse marrim për gjunave që ka mund të përfshihen musliman, po themi, pa me hi të shirku dhe kufri, e shohim se si Allahu Dhu Xhelal përmend për shembull çështjen e gibetit në Kur'an. Dhe përmend me një përshkrim që thotë se ju do ta urrejnit sikur dikush për ju ta paramendon vetëm me hangër mishin e vllaut vet të vdekur. Çfarë është ky përshkrim? A nuk është përshkrim që ta urrejnë njeriu mëkatin dhe mos i afrohet atij? Edhe thot Allahu Dhu Xhelal, habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum, Allahu bëri të dashur imanin dhe e zbukuroi atë në zemrat e juaj, wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan. Dhe bëri të urrejtën kufrin, fiskun, që janë mëkatet e liga dhe të shturura, edhe mëkatet tjera. Do thonë, prej duave më të mira, prej ndjenjave më të mira të besimtarit është që të arrijë deri në atë nivel që ta don imanin dhe të mirën dhe të bukurën dhe moralin dhe devotshmërinë, e të arrijë ta urrej gjuna. Nëse ka arritur në këtë drejtë, do të më thonë elhamdulillah. Ama nëse s'ka arritur me urrejt mëkatin, atëherë është problemi. Atëherë ndodh që jemi duke ja çel derën vetes në mëkate të mëdha. Por ato është një prej duave kuranore që do ta përmbledh njeriu në jetën e kësaj bote sa më shumë. Allah më na bë të dashur punë të mira, duke nis nga imani, e më na bë të urrejtur çdo punë të keqe, prit të kufrit të poshtë. Kur e urrejn, vetë me paramendu njeriu me hangër mishin e të vdekurit, është e irrituar, mjaft. Dhe detyrimisht të bën që mos më afru, as mos të shkum mendja bilin ata. E kështu do të më kanë njëtë e irrituar për neve, edhe ngrënia pasurisë haram, mashtrimi, gënjeshtra, shikimi në haram, tjetra, këtë që ka lidhën me haramën. Andaj nuk duhet me marrë këtë si pretekst, me thonë se ne jemi gjunaqarës, gjunasën e një. Po, Ademi alayhis salam bëni mëkat, dhe secili njeri do të mëkaton, ama mëkati i tij ishte i rastësishëm, ishte momentit, i çastit që e përshpejtoi me tëube dhe me istighfar, edhe dim se si ka qenë tëube e Ademit alayhis salam. Saqë thuhet në disa prej librave të tefsirit, për 300 vite Ademi alayhis salam është turpruar të shikon ka qielli nga bara e rëndë që kishte për çat mëkat që e ka bë. S'ka këshim atë nalt. I ka ardhur mare, është turpru. Një mëkat i vogël. Domethënë çash ka ndikuar
në bindjen dhe në sjelljen e tij. Tjetra është se njeriu bën gjunahe për arsye se nuk e madhron Allahun dhe xhelal. Dhe kjo lidhet shumë ngushtë me çështjen e sinqeritetit që kemi përmend. Padyshim gati se është ashtu paralelja e saj, njeriu është i sinqert ndaj Zotit përderisa e njeh Allahun dhe xhelal. Dhe njeriu përderisa e njeh Allahun dhe xhelal e madhron Allahun dhe xhelal. Ai që nuk e madhron Allahun detyrimisht nuk e njeh Zotin. Ai që nuk e njeh Zotin normal se edhe nuk i bën ibadet Allahut, edhe nuk i ruhet ndalesave të tij. Për atë prej këshillave më të mira që kanë qenë prej sahabëve, do të thonë, ku kanë thënë mos jet Allahu në bindjen tonë, në zemrën tonë, që nuk ka pesh mbi këqyre dituria e tij e shikimi i tij te ti. Po të di se Allah po të sheh, dhe të ruhesh atij shikimit. Ti jesh i kujdesshëm se kush do të këshyr. Kush është i vetëdijshëm për veprat e tua kështu më radh. Në mungesë të kësaj vetëdije, në mungesë të madhrimit të Zotit, pastaj hapen dyert e të këqijave. Andaj sot për shembull ka disa mendime të shumica e muslimanëve që thonë se pse mos ne në përshkemi në për xhamia, na thonë hoxha pse s'fol për bigjozin. A tjetri thotë hoxha pse s'fol për mos respektimin e prindërve. Ky tjetri thotë pse s'fol për tjetrin për tjetrin, këtë mëkat nëse e rëndisëm me rend. Është e vërtetë se ka dinjë do të më fol edhe për këtë gjë. Mirë po, esenca e këtë mëkateve ku është? Se nuk madhrohet Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Nuk e kanë madhruar Allahun sikur që Allah ka merituar të madhrohet. Pastaj kur s'madhrohet Allah është e kotë. Do thonë njeriu pastaj vetëm se pin mëkatën mëkat do të vazhdon të ndron mëkatin, mi po kur të qek dorë pjesë asnjëherë. Ama kur është madhrimi i Zotit në zemrat tona, në nivelin e duhur, nivelin e lartë, detyrimisht ai do të jetë i pari i cili do të bën sejdë, do të jetë i pari i cili do të largohet prej gjunave shumë radh. Se po, në vërtetë se do të flasim edhe për dispozitat e namazit, do të flasim edhe për dispozitat e zakatit, agjerimit, edhe për halalin dhe haramin në transakcione, në tregti shumë radh. Është e vërtetë, ajo është. Mi po, ku do të vlen kjo kur mungon madhrimi i Zotit? Nëse njeriu i din, për shembull dispozitat e namazit, por nuk e madhron Allahun dhe xhen, nuk është Zoti i madh në zemrën e tij. Ato dispozita nuk do të çohen në vend, nuk do të zbatohen asnjëherë. Do t'i mbaj vetëm kujtesën tema, kur të kështu i njëjtë nuk e fal sabahun për shembull. Nuk e fal namazin. Mjaftohet me një xhumë. Pse? Po mungon esenca. A dim krejt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 13 vite në Mekë ka ftuar vetëm në njohshmërinë ndaj Zotit, në tauhid, në besim, duke kuptuar ajo që njohshmëria ndaj Allahut, tauhidi, nuk është çdo herë me fol vetëm për adhurimin e varreve. Se këtu kemi një keq interpretim. Me fol për tauhid është të falësh me fol, domethënë të flasësh për mendimin e mirë për Zotin, për imanin në gajb, me fol për emrat e cilësitë të Allahut dhe xhelal. Vetëm një test ta bësh ti për shembull në shoqëri, ose në familje, ose të shokët që i ke. I thuni muslimanit sot, mi shkruaj 5 emra të Zotit dhe kuptimin e tyre. Shiko se kush mund të t'i plotëson ato përgjigje. Jo më tepër. Po t'ja lipësh 10 edhe më zor do të jetë. Po mi thon krejt emrat e Allahut, ndoshta dështojmë shumicën. Atë çka do të thonë kjo? Se mungon njohja e mirëfillt të Allahut dhe xhelal. Një njeri që nuk e di emrat e Zotit, nuk e di atributet e Allahut dhe xhelal, nuk e di veprat e tij, si ka mundësi me frikë Allahut? Si ka mundësi me dashur Allahun? Si ka mundësi të jetë i përpikt në adhurim ndaj tij? Kur mungon njohja, e Allahu dhe xhelal i ka lavdruar ulemat, të cilët e kanë njoft Allahun dhe xhelal. Dhe njohja e Zotit detyrimisht të bën pastaj edhe me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Prej shkaqeve tjera, padyshim, është edhe që mund të depërton të shumica edhe për atyre që janë të devotshëm, neglizhimi i të mirave, duke u mashtruar mas shumë mirave në cilat i ka begatuar Allahu dhe xhelal të tjerët prej besimtarëve, prej mëkatarëve, prej njerëzve të shturë, prej njerëzve të devijuar. Dhe na e shohim kësot
jetën e kësaj bote se si jetojnë njerëzit të cilët ndoshta i bëjnë shirk dhe kufër Allahu dhe çdo ditë mirë po të njëjtit janë që gëzojnë shumë të mirat për kësaj bote. E Allahu dhe xhelal i dha porosi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ku tha wala tamuddayna aynaik, mos bështro, mos shiko, mos hedh synin tek ata të cilët Allahu dhe xhelal i ka begatuar me të mira. Zbukurim jetën e kësaj bote. Linaftinahum fi, që të jetë sprov për ta, test për ta. Ndërsa risku më i mirë është riski Allahu dhe xhelal, është më i mirë dhe është më i përhershëm. Kur kjo porosi vlen për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pa për neve atëherë. Sepse njeriu mund ta nënverson veten, të thotë unë shumë i mirë jam. Shumë të mirë apo mirë, po gjendja ime është shumë më e rëndë se sa gjendja e atij çafirit i cili jetë luksoze i leton në për vila, në për shëtitje, në për bregdete, në për kështu. Atëherë thotë s'besoj që unë mund të jem shumë më i keq te Zoti se ai. Kështu që mund të bëjnë edhe dëni gjëna unë, se kam shumë të mira. Dhe kjo pastaj është një dyshim i cili shfaqet tek njerëzit e devotshëm. Duke thënë se unë jam shumë i mirë, gjunat e mia nuk janë sikur gjunat e atij, ndërsa Allahu dhe ja sa po i jep atij. Ndërsa për atë të mirat janë degradim, më shumë janë fundosje, për më tepër që te Allahu dhe mos ketë as argument as arsye, ndërsa për neve dim se si janë nimetet e Allahut dhe një nimet një e mirë i cili na afron te Zoti është begati nga Allahu dhe mirë e mira që na largon nga Allahu dhe mund të jetë degradim dhe fundosje, Allah na ruaj. Nuk do të njëri mu mashtru me këtë qasje. Me thonë se tjertë janë të bëjë shumë gjunahe, gjunat e mia në krahasim me këto gjëra janë kur gjë, kështu që s'janë të bëjë kur gjë ato. E kjo është shumë për arsye të cilët e përmenden shumë prej muslimanëve sot. Tjetra thot nënversimi i gjunave, dhe në atë kategori që do të thonë nuk janë gjunahet çast ndaja që të cilat i bëjmë na, sikur se e para, mirë po duke mos e arsyetu vetëm me të tjerët. Nuk nënversohet asnjë gjuna. Njeriu te Allahu xhallahu ngrihet në pozita varësisht prej adhurimit, varësisht prej sinqeritetit, varësisht prej angazhimit që e ka. Dhe kjo pozitë tek Allahu xhallahu humbet me mëkate. Dhe mëkatet e dim se janë rrugë që të çojnë drejt xhehenemit. E nuk e dim se cili mëkat mund të jetë rreziku më i madh ku e meriton njeriu hidhurimin e Allahut xhelal. Andaj nuk është çështja mëkati i vogël e i madh, por çështja se kujt i bëhet mëkat. Do nuk nënversohet asnjë gjuna, për arsye se nuk duhet me atë çel derën vetit e me domethënë me u ças aty vetë gjunave. Tjetra, shkurtimisht, ose mos ta zgjatim më tepër, rrethanat në të cilat jetojmë. Dhe kjo është një dyshim tjetër që shumica e marrin për arsyetim, justifikim, se nuk mundemi të pa bërë gjuna, mjedisi ku jetojmë, rrethanat në të cilat jetojmë, detyrimisht të dush me konë gjunaçar. Se që shkojmë deri në atë kategori që Allah na ruaj, njerëzit e bëjnë halal haramin dhe haram halalin me këtë arsye. Shumë prej tregtarëve sot i dëgjoni dhe bisedoni dhe vetëm me ta. Po që nuk mundesh sot ti me fitu pa haram, pa mashtru, pa rrejt. Është bo bindjet e ata se u ka kry rrethanat, mjedisi, ti bën e hinën tregti sot s'ka shans, ato tërrejnë kush tërrejnë se thot veç me halal punën. Pse nuk kam pa ala shembull tipik musliman i cili vërtet me halal dhe ja del. Dhe është i devotshëm dhe nuk rrejnë dhe nuk mashtron. Ama mungon ajo shembulli. Edhe ky duke arsyetuar me atë se mjedisi ku po jetojmë, rrethanat ku po jetojmë, kushtet në të cilat po jetojmë, detyrimisht për disa mëkate nuk dush me fol bile. Se çat që në bë për hapën, çat që jemi mësuar ato, jemi mshiruar me ato, saqë edhe me fol kundër atyre mëkateve, është problem ndonjëherë. Ndoshta edhe akuzohesh për mos njohje të realitetit, nuk e di situatën, nuk je i provuar me kështu me radhë. Mirë, themi, Allahu dhe xhelena ka sjellë disa shembuj në Kur'an për këtë çështje. Gruaja e faraonit nuk ka jetuar mjedis më të mirë se sa që jetojmë na. Megjithatë nuk e ka penguar mjedisi i saj të jetë robnesh Allahu dhe xhelal e ti bindet Allahu dhe të kërkon për Allahu subhanahu wa taala.
Një të në kohë, Musa i Lisam në qatë mjedis ka nejtë, dhe mund të këtë gëzon të edhe pasurin, edhe pushtetin njëkohësisht, po nuk u bo sebe mjedisi, rrethanat, kushtet, që ajtë ndryshon. E kemi nga rastet e sahabë, Musab ibn Umairin, një prej trive të Mekelive, i ri në Mekë, i pasun, i heshëm, me roba të mira, me pozit në shoqëri, edhe shumë i mençur. Por momentin që e kupton, thonë dëshminë Allahu xhelal shahadetin, e kupton se kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka të aj pesh, rrethan edhe mjedis. E të nuk duhet me ndiku të na asnjë nga këto dyshimet. Po e përfundojmë fund për me fjalën e Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, i cili na jep një rezume të asaj dita që u tha se me të vërtetë na duhet të kemi parasysh këto, sikur që thash në thirrjen tonë, ama vallahi, thonë duke fillu nga vetë folsi, e shohim se shumica këtyre na duan shpesh edhe neve. Se ndoshta vjen shejtani me kësaj lloj këshille, me kësaj lloj mashtrime, me kësaj lloj cytje, duke na mashtruar se nëna mashallah, edhe sprish mua ka një herë edhe me hi, domethënë si ku thonë popullit të na laknave. Thot Ibn Mesudi, thot nuk ka hajër të njerëzit, të asnjë prej njerëzve s'ka hajër, përveç të dy prej tyre. I pari është njeriu i devotshëm, i cili e adhuron Allahun dhe ruhet prej gjunaheve, sikur që kanë përshkruar njeriu i cili ruan rrobat e vet, atë mos zën nëpër therrat që ec rrugës. Dhe i dyti njeriu i penduar. Nëse nuk e sheh njeriu veten tek i devotshmi ose tek i penduar, ta dije se s'ka hajtaj. Në jetën e kësaj bote do të ecim nëpër këto dy komponentet. E para, të mundohemi të jemi të devotshëm. Në momentin që gabojmë, në momentin që jemi neglizhent, në momentin që mëkatojmë, detyrimisht, në formë të përshpejtuar, do të jemi për aty që pendohemi. Përndryshe, është fjala e Ibn Mesudit. Ibn Mesudi është prej sahabëve të mëdhenj, i cili me fjalët e tij ata na këshillon në këtë formë, dhe fjalët e tij shumë e madhe dhe shumë e peshë. E lutim Allahun dhe xherat na bën prej muttaqinëve, për atë që janë të devotshëm, e nëse simi Allah na bën prej të penduarve. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet.